Si është dashuria për hir të Allahut në mes burrit dhe gruas? Se të arrin një çift musliman të duajnë njëri tjetrin për hir të Allahut. Dhe si të bëjnë të ghaful dhe durim në raportet me gabimet e njëri tjetrit në mënyrë që të arrijnë këtë nivel të dashurisë. Dashuria për hir të Allahut është dashuria që bëhet në kuptimin kur të dytë janë të nështruar ndaj Allahut, pra mundohen mi përmbajt urnave të Allahut edhe mu largu pi gjinohëve. Po kjo është dashuri për hir të Allahut. Sa më shumë që dy bashkëshortë të truhen pi gjinohëve, nuk bëjnë mëkate, qoftë në raport me Allahun, qoftë në raport me njëri tjetrin, qoftë në raport me të tjerët për njerëzve. E kështu me radhë, Allahu shton dashuri mes tyre, edhe i përmirëson raportet mes tyre. Po pejgamberi sa vërtet dietarët selefit kur e kanë këshilluar njëri tjetrin ka thonë rregulloje lidhjen, raportin mes teje dhe mes Allahut, Allah do ta rregulloj raportin, lidhjen mes teje dhe mes njerëzve tjerëve. Dhe këtu spari hyn raporti mes bashkëshortëve. Sa më shumë që bashkëshortë përmirësojnë raportin me Allahun subhanahu wa taala, pra i përmban urnat e Allahut, largohen prej gjinave, aq më shumë Allah ka mëlshu dashuri mes tyre, edhe domthon raporte të mira. Pa dashuria, kuptohet, dashuria mes bashkëshortëve është dy lloje, dashuri natyrore që burri don gruan, gruaja don burrin, Allah ka mbjellë këtë dashuri në natyrën e njeriu, me dash gruan e tij ose gruaja me dash burrin e tij. Siç e don për shembull njeriu prindën e tij ose fëmijën e tij. Edhe pse secila dashuri dallon prej tjetrës. Po nuk është e njëjtë dashuria ndaj prindës sikurse ndaj gruas ose ndaj fëmijës e kështu me radhë. Mirë, po qëllimi është të më shpjegoj që ka dashuri që Allah ka mbjell ose ka vendosur në natyrën e njeriu për disa pej njerëzve, mbase edhe për disa pej krijesave. Për shembull, është dikush i don krijesat më shumë se sa dikush tjetër. Dikush i don zogj, dikush i don kafshët, dikush peshqit për shembull. E kështu me radhë. Po kjo është dashuri natyrore, nuk ka domthon kur fare çortimi për të. Përderisa nuk qenë haram. Mirë, po pastaj ka edhe dashuri, po mes bashkëshortëve është fjala që është dashuri që është më e fortë se sa kjo, ose lidhje më e fortë që bëhet për hir të Allahut, po kur ata e shohin njëri tjetrin që po i binden Allahut, po i respektojnë urdhat e Allahut, nuk i shkelin ndalesat e tij. E kjo dashuri domthonë e shton edhe më shumë lidhjen mes tyre, mëshirën dhe afërsinë e kështu me radhë. Ndërsa kjo çështja që u përmend këtu me bot të ghaful, në kuptimin që mi mbyll syt para gabimeve të njëri tjetrit, edhe kjo bëhet për hir të Allahut. Po me qëllim që kjo lidhje me mbetë e fortë, atëherë si burri në raport me gruan, si gruaja në raport me burrin, është mirë që disa lëshime gabime që bën në raport me njëri tjetrin, jo në raport me Allahun, mi mbyll syt. Për shembull, burri nëse e sheh që gruaja se ka përgatitur ushqimin mirë, për shembull, çu ka qef kë. To nuk do ta domthon me janis me bërtit, me ngrit zanin, me ofendu gruan e kështu me radhë. Po do të më mbyll syt para këtij gabimi. Sa ndoshta ajo ka qenë e lodhshme, ka qenë e angazhuar me fëmijë, nuk ka mund me përgatitur ushqimin që çdo mbylli syt. Elhamdullah që Allah ka domthon ju ka shur rrezik edhe kin me çamë hongër. Se dikush domthon as këtë ushqim nuk e ka. Ose domthon ndonjë sjellje tjetër. Domthon jo e mirë për gruas, është mirë mi mbyll syt. Ka se kjo domthon marrja e gruas në llogari për çdo detaj, për çdo hallësirë e prish marrëdhënien mes bashkëshortëve, raportin. Po nuk mundet me qëndru gjatë ai raport. Kur burri për çdo hallësi, për çdo detaj e merr pyetje gruan ose kërkon llogari prej saj. Kjo martesë është vështirë me zgjat, nga se është e papërballueshme nga ana e gruas kjo. Edhe në anën tjetër, pra edhe gruaja duhet që mi mbyll syt para disa lëshime apo gabime që i bën burri në raport me të. Nëse e sheh që burri për shembull nganjëherë ngrit zanin për arsye se jashtë shtëpisë ka punë me njerëz ndryshëm, domthon zemrohet me ta, të ditën domthon ka pas ndoshta fjalë me të tjerë, edhe kur janë në shtëpi pra vjen me një lloj shqetësimi shpirtëror, edhe ka mundësi që ndonjëherë me skalu, domthon me dal prej vetes, do të me mbetë qetë. Domthon jo domthon
burri thot një fjalë ajo ja kthen 10 tjera. Kjo lidhe pastaj domthonë është vështirë më zgjat. Po qëllimi që e përmendën dietarët është sidomos mes burrit e gruas, po edhe me tjerët. Është mirë besimtarim, domthonë me pas që cilësi që arabisht e quajnë tagaful, kurse në shqip nuk ka ndonjë përkthim përshtatshëm, mirë po përkthimi më i parafort është me mbyll syt para gabimeve të tjera. Mu bë kështu sfishe. Do të je vigjilant, e din çka po ndodh. E din për shembull gabimin që vepon gruaja ose gruaja që vepon burri, mirë po për hir të Allahut që me mbet kjo lidhje e fortë, mos më shku, domthon duke u dobësu ose duke u plasarit, duke u qa, i mbyllin syt për gabimet në raport me njëri tjetrin. Mirë po kur gruaja bën gjëna, po bën gabim në raport me Allahun, këtu burri nuk do të më mbyll syt, as nuk do të më hesh, po mirë po do të më tërheq vërtetën. Domthon kjo është gjëna, nuk bën me bë këtu. Me ndalu se ka përgjegjësi para Allahut. Edhe gruaja do të më këshillu burrin. Pra që mos e bë këtë gjëna sa gjëna. Edhe kjo pasaj pra patjetër që ka më forcu domthon lidhjen, raportin edhe dashurinë mes bashkëshortëve. Nëse e kanë këtë raport, pas eleve kanë thonë kur kanë diskutuar mes vete, thonë se morali, sjellja e mirë ka 10 pjesë, që kjo tagaful është 9 pjesë të moralit mirë. I përfshin vetëm një pjesë të moralit mirë janë sjellje të tjera. A që kjo tagaful i përfshin 9, disa kanë thonë 10 pjesë, po këtë morali i mirë përfshihen çto.